السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में हज़रत काब बिन मालिक और Në hutben e kaluar u përmend rasti i Hazret Kaab bin Malikut dhe i disa sahabëve të tjerë që mbetën pas në ekspeditën e Tebukut, pra në betejën e Tebukut, si edhe pa kënaqësia e shfaqur nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për këtë veprim të tyre. Në lidhje me këtë, edhe Hazret Musleh Maudi, pra Hazret Kalifi i dytë i xhamatit radhiyallahu anhu, ka folur dhe në këtë kontekst i ka dhënë xhamatit një këshill. Ai thotë, në hadithe transmetohet se 3 besimtar nuk morën pjesë në këtë luftë. Prej tyre, njëri ka një rrëfim të gjatë të përmendur në hadithe. Ai thotë se, pra ai sahabi thotë, se kur shkova tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, pas kthimit të tij, pyeta njerëzit se a kishte ardhur dikush tjetër prej atyre që kishin mbetur pas dhe se çfarë arsyetimesh kishin paraqitur ata, si ishte trajtuar secili prej tyre. Ata më treguan se njerëzit vinin, jepnin justifikime dhe thoshin: o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, lute Allahun të na fal, dhe ai lutej për ta. Kabi thot, mu duk sikur edhe unë duhej të jepja një justifikim dhe të shpëtoja nga qortimi. Por pastaj më erdhi një mendim tjetër. Pyeta sahabët se cilët ishin paraqitur. Ata përmendën disa emra dhe që të gjithë ishin munafik, pra hipokrit. Vetëm 2 besimtar përmenden, për të cilët thanë se nuk kishin paraqitur asnjë arsyetim, por kishin pranuar gabimin e tyre. Atëherë thash me vete, pse të përfshihem mes hipokritëve? Është më mirë që në vend të paraqitjes së justifikimeve që në të vërtetë nuk quhen justifikime, të them hapur se kam gabuar, bëni me mua çfarë të dëshironi. Me këtë mendim vendosa të pranoja fajin dhe kështu Allahu më shpëtoi nga përfshirja mes hipokritëve. Shkova dhe i thash hapur të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ishte neglizhenca dhe plagështia ime që nuk mora pjesë në këtë betejë dhe nuk kam patur asnjë justifikim të vërtetë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, profeti sallallahu alaihi wasallam tha, derisa të vi urdhri i Allahut në lidhje me ty, njerëzit do të ndërpresin lidhjet me ty. Emri i këtij sahabi ishte Kaab bin Malik. Ai rëfen se ky urdhër na solli shumë vështirësi, sepse në Medinë të gjithë ishin muslimanë dhe as ndokush prej munafikëve, hipokritëve, nuk guxonte të fliste atyre. Këtë rrëfim e dhash në formë të përmbledhur sepse detajet i kam përmendur në hutben e kaluar. Hazret Musleh Maudi radhiyallahu anhu e ka përmendur këtë në hutbe dhe pastaj, siç e thash, e ka përdorur këtë rast për t'i këshilluar antarët e xhamatit. Ai thot, këtu kam parë, pra thot në Kadian, këtu kam parë
duke u referuar Kadianit rreth vitit 1936 ai thot që këtu kam parë që disa njerëz ndaj të cilëve është ndaluar të flitet sepse janë në ndëshkim, prap shkojnë në shtëpitë e antarëve të xhamatit në lagje dhe në banorët e lagjes, nuk di si kur flen gjumë e nuk kuptojnë as fare. Disa ahmedian këtu rrisin gjarprin në thonjza, por le ta dinë se këta gjarprin as Allahun nuk mund ta pickojnë, as të dërguarin e tij dhe as kalifin e kohës. Ata do të pickojnë vetëm ata që i rrisin. Ne jemi me bekimin e Allahut të mbrojtur, sepse atë që e merr Allahu në mbrojtje, kush mund ta dëmtojë? Ata gjarprin do t'i pickojnë ata që munden t'i pickojnë, dhe është për të ardhur keq që megjithse shohin veprimet e këtyre gjarprinjve, disa njerëz rrinë sy mbyllur. Në atë kohë kishin dalë shumë fitne dhe për këtë arsye atij u desh të thoshte kështu. Ai vazhdon, në Medinë asnjë hipokrit nuk guxonte t'u fliste. Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu tregon se disa ditë pas këtij urdhri u mësua se i dërguari i Allahut kishte urdhëruar që edhe bashortet e tyre të largoheshin prej tyre. Njëri prej 3 sahabëve ishte i moshuar. Gruaja e tij shkoi tek i dërguari i Allahut dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, im shoq është plak, nuk ha, as nuk fle, është i pafuqishëm dhe i nevojitet ndihmë në çdo moment. Për sa i përket marrëdhënieve bashkëtorë, ai tashmë nuk është në gjendje për to. Nëse më lejoni, do kujdesem vetëm për ushqimin dhe pijet e tij." I dërguari i Allahut i tha: "Mirë, vetëm kaq të lejohet." Ka'bi thot: "Më duk se edhe unë duhet të kërkoja një leje të tillë për veten time, por pastaj mendova se ai ishte plak ndërsa unë i ri. Për mua nuk ishte e përshtatshme. Kështu i thash gruas sime: shko te familja jote, që të mos ndodhë që unë të therras e ti të më përgjigjesh. As nuk mendoja se dikush tjetër mund të fliste me mua, por për shkak të dashurisë dhe mshurisë të dërguarit të Allahut, më vinte në mend se kur ai të shihte dhimbjen time, do të më mëshironte. Prandaj shkoja në tubimet e tij dhe i thosha me zë të lartë: "Assalamu alaikum." Dhe shikoja nëse buzët e tij lëviznin apo jo. Por ai nuk më përgjigje. Unë i shqetësuar ngrihesha e largohesha dhe kujtoja se ndoshta buzët i ishin lëvizur, por unë nuk i kisha parë. Pastaj kthehesha sërish, jepja selam me zë të lartë dhe shikoja buzët e tij. Ngrihesha e ulesha disa herë, por ai nuk më përgjigje. Vetëm her pas here më shikonte me bish të syrit. Ka'bi rëfen se pasi kaluan shumë ditë, ai shkoi te kushëriri i tij, me cilin gjithmonë hante, pinte dhe kishte shumë të afërt, pra. Ai po punonte në pemishten e vet. I thash: "O vlla, ti je besniku im. Ne kemi qenë gjithmonë bashk dhe nuk kemi patur asgjë të fshet nga njëri tjetri. Ti e di mirë se unë jam musliman i sinqert dhe nuk kam asnjë grim hipokrizie në vete. Kam ardhur i shqetësuar të pyes: a jam unë hipokrit?" Por ai nuk dha asnjë përgjigje, vetëm ngriti shikimin nga qielli duke nënkuptuar se këtë e di më së miri Allahu dhe i dërguari i tij. Ka'bi thot: "Kur vllai im, që ishte besniku im, ma dha këtë përgjigje, ndjeva se toka u ngushtua për mua. U trondita dhe u largova nga pemishtja duke ka përcyer murin dhe u nisa me nxitim drejt qytetit. Kur arriti pranë qytetit, një njeriu afrua dhe e pyeti: a je filani? Ai u përgjigj po. Njeriu i dorëzoi një letër dhe tha se e kishte dërguar një mbret. Ai ishte një mbret i krishter arab nën sundimin romak. Ka'bi thot: e hapa letrën dhe aty shkruhej: ne kemi dëgjuar se ti je ndër fisnikët e Arabisë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk të ka vlerësuar siç duhet. Megjithse ti meriton nderim, nëse vjen tek unë, do të trajtoj me nderim që të takon. Ka'bi vazhdon: mës pasi mora atë përgjigje nga kushëriri im, zemra më ishte trazuar shumë. Edhe në atë moment isha tejet i shqetësuar. Duke parë atë letër, mbeta i shtangur.
Mendova, ky është sulmi I fundit I djallit. Mos ndodh të më shty dhe unë të rëshqas. I thash atij dhe dërguesit, eja pas meje. Në një vend një njeri po ndiste një furrë. E grisa letrën, e hodha në zjarr dhe I thash, thuaj mbretit tënd se kjo është përgjigja ime. Këto ishin çastet e fundit të sprovës dhe të vuajtjes së tyre. Përfundimisht Allahu bëri mëshirë dhe I dërguari I Allahut mori shpalljen se gabimi I këtyre 3 njerëzve ishte falur. Hazret Musleh Maudi në një vend tjetër thot, sa më simdhënës është rasti I Ka'b bin Malikut. Ai kishte marrë pjesë në të gjitha betejat bashkë me të dërguarin e Allahut. Madje edhe në çlimin e Mekës, por në Tebuk mbeti pas nga neglizhenca. I dërguari I Allahut e dënoi aq rënd sa as selamin nuk ja kthente. U ndalua që njerëzit të flisnin me të. Madje edhe gruaja e tij u largua prej tij. Në këtë gjendje, një I dërguari I mbretit të Gasanit I solli një letër ku shkruhe, I Zoti yt nuk të ka vlerësuar, eja tekun. Ka'bi e quajti këtë si sulm të fundit të djallit dhe hodhi letrën në furrë duke e djegur, pastaj shton. Sot disa njerëz, sot disa njerëz në xhamat mendojnë se nëse pyeten për ndonjë gabim thon, shërbimet tona nuk u vlerësuan, nuk na kanë çmuar. Duhet mbajtur mend se administrata është një gjë tjetër, ndërsa puna është një gjë tjetër. Për të ruajtur rendin, kushdo që bën një gabim duhet pyetur, kushdo qoftë ai. Prandaj, thot ai, nën urdhrin e Allahut, përpiquni për fen në mënyrë të tillë që ta largoni djallin. Mos punoni që të lavdëroheni. Mos mendoni se sepse keni bërë punë nuk do t'ju kërkohet llogari për gabimet. Mos punoni sikur I bëni nder Allahut me veprat tuaja. Mos punoni me mannen wa adha, pra janë fjalët e Kuranit. Pra duke bërë nder ose duke lënduar. Shërbeni Islamin me të gjitha mjetet. Mos bëni mirësi për të dukur, por shërbeni me të gjitha aftësitë tuaja. Ky duhet të jetë motivi, pra pëlqimi I Allahut. Kjo ishte kjo ishte një pjesë nga hutbia e fillimit të periudhës së kalifatit I kurse ajo pjesa e mëparshme I përket vitit 1936. Udhëtimi I Tebukut u shfaq si një udhëtim me plot urtësi dhe plot bekime, saqë në të gjitha rajonin e Arabisë u forcua pozita e muslimanëve dhe pak kohë më pas në të gjithë Gardishëllin filloi të valvite flamuri I Islamit. Në lidhje me këtë Hazret Musleh Maudi thot, pas kthimit nga Tebuku, edhe njerëzit e Taifit erdhën dhe pranuan bindjen ndaj profetit dhe pas tyre fiset e tjera të Arabisë erdhën një nga një dhe I kërkuan të hynin në shtetin Islam. Brenda një periudhe shumë të shkurtër në të gjithë Arabinë filloi të valvite flamuri I Islamit. Pas kthimit nga Tebuku ndodhi një ekspedit, pra Saria, e njohur si ekspedita e Hazret Khalid bin Walidit, e cila u dërgua drejt Nejranit, tek fisi Banu Abdul Medan, që ishin nga Banu Harith bin Ka'b. Abdul Medani nga I cili rriste emri I fisit ishte stërgjyshi I tyre dhe emri I tij ishte Amr bin Yazidi. Sipas Ibn Saadit, kjo ekspedit ndodhi në Rabiul Awwal të vitit të 10 Hijri, ndërsa sipas Ibn Hishamit në Rabiul Akhir ose në Jumadil Awwal të njëjtit vit. Në sirat Hatamun Nabiyin të Hazret Mirza Bashir Ahmad Sahibi radhiyallahu anhu ka përmendur se datat e ekspeditës së Hazret Khalidit drejt Nejranit ishte Rabiul Awwal I vitit të 10. Sidoqoftë, detajet e kësaj ekspedite janë si vijon. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi Hazret Khalidin që para se të luftonte, t'i ftonte 3 herë në Islam njerëzit tek të cilët ishte I dërguar. Nëse ata e pranonin Islamin, aq më mirë. Në të kundërt të luftonte. Domethënë edhe nëse ata kërkonin të luftonin, t'i ftoje 3 herë në Islam. Nëse pastaj dëshironin të luftonin, atëherë të bëhej luftë me ta. Hazret Khalidi veproi pikërisht kështu dhe të gjithë ata njerëz e pranuan Islamin. Ai qëndroi mes tyre, pra u mor
me predikim, nuk pati luftë, dhe të gjithë u bën musliman. Ai filloi të mësonte Islamin, librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e kishte urdhëruar I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj, Hazrat Khalidi I dërgoi një letër të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam me këtë përmbajtje. Përmendet, pra letra, drejtuar Hazrat Muhammedit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam nga Khalid bin Walidi, Assalamu alejka, o I dërguari I Allahut, dhe mëshira e tij dhe bekimet e tij qofshin me ty. Lavdëroj Allahun përveç të cilit nuk ka të adhurueshëm tjetër. E më pas, o I dërguari I Allahut, Allahu dert mëshirën e tij mbi ju. Ju më keni dërguar tek Banu Harith dhe më keni urdhëruar t'i ftoja 3 ditë rresht në Islam. Nëse pranonin të qëndroja mes tyre dhe t'u mësoja urdhëresat e Islamit, Kuranin e shenjtë dhe Sunetin. Nëse nuk e pranonin, atëherë të luftoja me ta. Në disa vende, detajet nuk përmenden ose përzihen me përshkrime të tjera, por mësimi I Islamit nuk është që t'i detyrosh njerëzit ta pranojnë fen. Qëllimi I urdhrit ishte të mos bëni marrëveshje me ta para se t'i thërrisnin. Dhe nëse ata këmbëngulnin në luftë, atëherë keni leje të luftoni. Hazrat Khalidi vazhdon në letër, Hazrat Khalidi vazhdon në letër, unë shkova te ta dhe sipas urdhrit tuaj I ftuam për 3 ditë në Islam. U çova kalorësit e mi dhe u tham, o Banu Harith, pranoni Islamin që të jeni të sigurt. Ata e pranuan Islamin dhe hoqën dorë nga lufta. Pra, me që ata nuk bën asnjë hap drejt luftës, siç tregoi qartë, dhe se muslimanët nuk kishin shkuar për të luftuar, por për të bërë thirrje drejt Islamit. Ai shton, tani unë jam mes tyre dhe po u shpjegoj urdhëresat dhe ndalesat e fesë. Për çdo urdhër tjetër që do të vini ju, do të veproj sipas tij. Assalamu alejka, o I dërguari I Allahut, dhe mëshira e tij dhe bekimet e tij qofshin me ty. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam letrës së Hazrat Khalidit ju përgjigj kështu: Me emrin e Allahut, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit mëshirbërësit, nga Muhamedi, I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, drejtuar Khalid bin Walidit, paqja qoftë mbi ty, lavdëroj Allahun përveç të cilit nuk ka të adhurueshëm tjetër. E më pas, letra jote së bashku me lajmëtarin na mbriti dhe mësuam se Banu Harithi e kanë pranuar Islamin dhe para luftës kanë dhënë dëshmi se nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është I dërguari I Allahut. Kjo është udhëzim I Allahut që ai u adhuroi atyre, prandaj jepu lajmin e mirë të shpërblimit hynor dhe friksoi nga ndëshkimi I Allahut. Pastaj merr disa prej tyre me vete dhe paraqitu tek ne. Paqja dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij qofshin me ty. Hazrat Khalidi mori disa prej antarëve të fisit dhe I solli para të dërguarit të Allahut. Emrat e tyre, pra këta sahab nga I fis, emrat e tyre ishin Qais bin Husaini, Yazid bin Abdil Medani, Yazid bin Majeli, Abdullah bin Keradi, Shedad bin Abdullahu dhe Amr bin Abdullahu. Kur ata hynë në praninë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai tha, kush janë këta njerëz? Duken si indian. U tha se u I dërguari I Allahut, këta janë nga Banu Harith. Ata I dhanë selam të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe thanë, dëshmojmë se ju jeni I dërguari I Allahut dhe se nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut. I dërguari I Allahut tha, edhe unë dëshmoj se nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut dhe se unë jam I dërguari I tij. Pastaj I tha, ju jeni ata njerëz që sa herë përballeshit me armikun e detironit të ikte? Ata heshtën dhe asnjëri nuk foli. I dërguari I Allahut e përsëriti edhe një herë, por ata prap heshtën. Edhe herën e tretë ai e përsëriti dhe ata sërish heshtën. Më në fund, herën e katërt
ai e përsëriti: "Ju jeni ata që e detyronit armikun të largohe." Atëherë Yazid bin Abdil Medani tha, pra këta e ndjenin veten shumë të fortë. Atëherë Yazid bin Abdil Medani tha: "O i dërguari i Allahut, po ne jemi ata që kur luftonim e bënim armikun të aratise." Ai e përsëri këtë 4 herë. "Ne ishim," tha, "luftëtar të fortë dhe shumë trima, por tani ka ndryshuar puna." I dërguari i Allahut tha: "Po të mos më kishte shkruar Khalidi se ju e keni pranuar Islamin, unë do t'i kisha bërë kokat tuaja t'ju shtroheshin nën këmbë." Yazid bin Abdil Medani tha: "Ne nuk jemi mirënjohës as ndaj jush e as ndaj Khalidit." Ishte i ri në Islam dhe i dërguari i Allahut tha: "Atëherë kujt i jeni mirënjohës?" Ai tha: "Ne i jemi mirënjohës Allahut." Tha: "Ne jemi mirënjohës Allahut që na udhëzoi përmes jush." E dha përgjigjen e bukur. I dërguari i Allahut tha: "Ke thënë të vërtetën." Pastaj tha: "Më tregoni, pse në kohën e ignorancës, pra në kohën para Islamit, ju dilnit fitimtar ndaj kundërshtarëve?" Ata thanë: "O i dërguari i Allahut, ne luftonim të bashkuar, por ata mendonin se ne, duke qenë një grup i vetëm, do të fitonim patjetër, prandaj askush nuk arrinte t'i nënshtronte dot. Kur erdhi Islami dhe i bashkoi të gjitha fiset në një dhe fiset e ndryshme u bën një zemër, ata e kuptuan se edhe muslimanët janë më të bashkuar. Prandaj e pan të arsyeshme të mos luftonin kundër tyre. Prandaj madje ta pranonin Islamin, sepse e pan që pikërisht kjo është feja e vërtetë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam caktoi Kais bin Husainin amir të Banu Harithit dhe në fund të muajit Shevval ose në fillim të Dhulqa'adaut i lejoi ata të ktheheshin. 4 muaj pasi ata arritën në popullin e tyre, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë. Betejë e fundit e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte betejë e Tebukut dhe ushtria ose seria e fundit që ai dërgoi ishte ekspedita e Usames. Detajet rreth ekspeditës së Usamas janë përmendur më parë në lidhje me jetën e Hazret Usamas dhe të Hazret Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Megjithatë, këtu po i përmend shkurtimisht së bashku me backgroundin e tij. Në një transmetim të Buhariut, Hazret Enes bin Maliku refen se i pejgamberi i nderuar sallallahu alaihi wasallam paralajmëroi njerëzit për vdekjen e Hazret Zeidit, të Hazret Jaferit dhe të Hazret Abdullah bin Ravahas para se tu arrinte njerëzve në një lajm tjetër për ta. Ai tha: "Zeidi i mori flamurin." Bëhet fjalë për një ushtri tjetër që kishte dalë përpara ekspeditës së Usamas. Tha: "Ai e mori flamurin dhe u bë dëshmor, pastaj e mori Jaferi dhe u bë dëshmor, pastaj Ibn Ravaha mori flamurin dhe u bë edhe ai dëshmor." Në atë çast, nga sytë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rridhin lot. Më në fund tha: "Një nga shpatat e Allahut, pra Khalid bin Walidi, mori flamurin derisa Allahu i dha atij fitore mbi kundërshtarët." Kur profeti sallallahu alaihi wasallam u kthye nga haxhi i lamtumirës dhe arriti në Medinë, në anën jugore nuk kishte më rrezik për banorët e Medinës, por nga ana veriore ende ekzistonte rreziku nga romakët, pra bizantinët, sepse këta të krishterë mburreshin ende me fuqinë e tyre dhe në çdo çast mund të sulmonin. Po ashtu, ishte i pambyllur edhe çështja e hakmarrjes për dëshmorët e Mutes, sepse në atë luftë, fal aftësisë së Hazret Khalid bin Walidit, ushtria e muslimanëve arriti të kthehej në Medinë. Pas përfundimit të haxhit, nuk kaloi shumë kohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ishte kthyer në Medinë dhe pas disa ditësh ai urdhëroi që nën komandën e Hazret Usama bin Zeidit të përgatitej një ushtri për të bërë sulm në drejtim të Shamit. Përgatitjet e ushtrisë së Usames u përfunduan të shtunën, pra 2 ditë para vdekjes së të dërguarit të Allahut, dhe fillimi i këtyre përgatitjeve kishte nisur që para sëmundjes së tij. Në fund të muajit Safer, ai urdhëroi përgatitjen për luftë kundër romakëve. Thirri Hazret Usamen dhe i tha: "Nisu drejt vendit ku u bë dëshmor babai jot."
Aty ku ishte të bërë dëshmor Hazret Zeidi në luftën e parë, ai tha: "Shko atje dhe kalojini ata me kuaj, domethënë armikun, nën thundrat e kuajve. Unë të kam caktuar ty emir të kësaj ushtrie." Në një transmetim tjetër tha, thuhet se pejgamberi tha: "Shkelni me kuaj Bilkaun dhe Darumin." Bilkau është një krahin në vendin e Shamit, mes Damaskut dhe Vadil Quras. Darumi është një vend në Palestinë pas Gazës, në rrugën për në Egjipt. Duke urdhëruar nisjen në drejtim të Shamit, profeti tha: "Pastaj në mëngjes herët sulmojini banorët e Abnaut." Abna është një vend në Shamin e sipërm nga ana e Bilkaut. Profeti tha: "Udhëtoni shpejt që të arrini para se të vi lajmi për ju. Nëse Allahu ju jep fitore, mos qëndroni gjatë atje. Merrni me vete udhërëfyes dhe dërgoni përpara lajmëtar dhe përgjues." Hazret profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i lidhi Usamas me duart e tij një flamur dhe i tha: "Nisuni me emrin e Allahut, bëni xihad në rrugën e tij dhe luftoni kundër atij që e mohon Allahun, mos tradhtoni, mos i vrisni fëmijët dhe gratë dhe vetë mos e dëshironi përballjen me armikun." Edhe kjo shprehje tregon se lufta do të bëhe vetëm nëse armiku do të sulmonte i pari. Dhe tha, ju vetë nuk duhet të dëshironi përplasjen me armikun. Pastaj tha, sepse ju nuk e dini, ndoshta do të sprovoheni për shkak të kësaj, por lutjuni Zotit, o Allah, na mjafto kundër tyre ashtu siç dëshiron ti, dhe largoje luftën e tyre nga ne. Ai u mësoi edhe këtë lutje që tregon se lufta nuk ishte objektivi, andaj ta shmangnin nëse mundej. Nëse ndodh përballja e tyre me ju, pra përfundimisht nëse bëhet luftë dhe ata mblidhen bashkë e bërtasin, atëherë mbi ju është, tha profeti, detyrë që të ruani dinjitetin dhe heshtjen, luftoni me qetësi dhe me dinjitet dhe mos u grindni mes vete, se për ndryshe do të bëheni frikatësak dhe do t'ju zhduket ndikimi dhe frika që ushqen armiku ndaj jush. Ruani unitetin mes jush dhe thoni, o Allah, ne jemi robërit e tu dhe ata janë robërit e tu. Balluket tona dhe balluket e tyre janë në dorën e fuqisë sate dhe vetëm ti mund të na mjaftohesh kundër tyre. Dhe dijeni se xheneti është në hijen e shpatave. Hazret Usama, duke marrë flamurin e lidhur me dorën e të dërguarit, doli dhe ja dorëzoi flamurin Hazret Bureida bin Hasibit dhe në vendin e quajtur Gjuruf e grumbulloi ushtrinë. Gjurfi është një vend 3 milje në veri të Medinës. Nuk mbeti asnjë nga personalitetet e muhaxhirëve dhe të ensarëve pa u thirrur për këtë luftë. Mes tyre ishte Hazret Abu Bekri, Hazret Omeri, Hazret Abu Ubaida bin Jarrah, Hazret Saad bin Abi Waqqasi, Hazret Said bin Zaidi, Hazret Qatada bin Numani, Hazret Salama bin Aslami, të gjithë u vunë nën komandën e Hazret Osamas. Disa njerëz filluan të flisnin dhe thanë, ky djalosh po caktohet emir mbi muhaxhirët e parë, ndërta ka sahab të mëdhenj, e megjithatë këtë djalë e bën emir mbi ta. Kur këto fjalë arritën te profeti, ai u zemrua shumë. Ai e kishte kokën të lidhur me një shami dhe kishte hedhur mbi vete një rob. Doli në mimber, e lavdëroi Allahun dhe pastaj tha, o njerëz, fjala që disa prej jush kanë thënë në lidhje me emërimin e Usamës emir, më ka arritur. Nëse ju keni kundërshtuar emërimin e Usamës si emir, atëherë edhe më parë keni kundërshtuar kur e caktova babain e tij emir. Betohem në Allah se edhe babai i tij ishte i denj për të qenë emir dhe pas tij edhe i biri është i denj për të qenë emir. Ai ishte prej atyre që më ishin më të dashurit dhe me siguri për të dy mund të mendohet vetëm mirësi. Prandaj mbajini mirë këtë këshill për Usamen, sepse ai është prej më të mirëve ndër ju. Muslimanët që po niseshin me Hazret Usamen shkonin, merrnin lam të mirën nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj bashkoheshin me ushtrinë në Gjurf, pra në vendin e quajtur Gjurf. Sëmundja e profetit sallallahu alaihi wasallam u rëndua, por ai vazhdonte të theksonte, dërgojeni ushtrinë e Usamës, ajo patjetër do të shkojë. Të dielën humbja e profetit u shtua, dhimbja e profetit u shtua edhe më shumë. Hazret Usama u kthye nga ushtria dhe shkoi te profeti. Profeti ishte
pa ndjenja. Pra, kur sëmundja u rëndua edhe më tepër, Usamas i erdhi lajmi për gjendjen e tij dhe ai u kthye përsëri. Atë ditë njerëzit i kishin dhënë ilaç profetit. Hazrat Usama i uli kokën dhe e puthi të dërguarin e Allahut. Profeti nuk ishte në gjendje të fliste, por ngriti duart drejt qiellit dhe i vuri në kokën e Usamas. Hazrat Usama thot, e kuptova që ai po lutej për mua. Pastaj u kthye te ushtria. Të hënën Hazrat Usama erdhi përsëri tek profeti. Ndërkohë ai ndihej pak më mirë. Ai i tha Usamas, nisu me bekimin e Allahut. Hazrat Usama u përshëndet me të dërguarin e Allahut dhe u nis drejt ushtrisë së tij. I dha urdhër ushtrisë të niseshin. Ai sapo kishte bërë një jetë për nisjen, kur një person me porosi të nënës së tij, pra Hazrat Umme Aymenit, solli lajmin se dukej se ishin momentet e fundit për profetin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Hazrat Usama shkoi sërish tek profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam. Dhe me të ishin edhe Hazrat Omeri dhe Hazrat Abu Ubaida. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në agoni. Pas pak qastesh ai ndroi jetë. Për shkak të kësaj ushtria e muslimanëve u kthye nga gjurfi në Medinë dhe Hazrat Bureida bin Hasibi solli flamurin e Usamas dhe nguli te dera e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sipas një rrëfimi tjetër, vdekja e profetit sallallahu alaihi wasallam ndodhi kur ushtria e Hazrat Usamas ishte në Dhu Hushab dhe Dhu Hushabi ishte në një lugin në rrugën e Shamit, një nat udhtim larg Medinës. Sidoqoftë, ata u kthyen pra. Pas largimit nga kjo botë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pas kryerjes së bejatit me Hazrat Abu Bekrin radhiyallahu anhu, ai urdhëroi Hazrat Bureida bin Hasibin që të merrte flamurin dhe të shkonte në shtëpinë e Usamas, që ai të nisej për në destinacion. Hazrat Bureida e çoi flamurin në vendin ku më parë ishte grumbulluar ushtria. Numri i kësaj ushtrie përmendet që ishin 3000 veta, prej të cilëve 1000 ishin kalorës. Sipas një rrëfimi tjetër, Hazrat Usama bin Zeidi u dërgua drejt Shamit me 700 veta. Në një rrëfim thuhet se ditën e dytë pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bekri shpalli se misioni i Usamas do të vihej në vend. Asnjë njeri nga ushtria e Usamas nuk do të mbetej në Medinë. Të gjithë duhet të shkonin e të bashkoheshin me ushtrinë në Gjurf. Hazrat Muslim Audi, pra Hazrat Kalifi i dytë i xhamatit radhiyallahu anhu, thot, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë, thuajse e gjithë Arabia u bë renegat, pra murted ose apostat, pra u kthye nga feja. Tha, edhe njerëz trima si Hazrat Omeri dhe Hazrat Ali u tronditën duke parë këtë fitne. I dërguari i Allahut pak para vdekjes së tij kishte përgatitur një ushtri për të sulmuar territoret bizantine dhe Hazrat Usaman e kishte caktuar komandant të saj. Kjo ushtri ende nuk ishte nisur kur i dërguari i Allahut ndroi jetë. Me vdekjen e tij, kur arabët u bën renegat, sahabët menduan se në një kohë të tillë rebelimi, nëse dërgohet ushtria e Usamës për sulm në territoret romake, atëherë në Medinë do mbeten vetëm pleq, fëmijët dhe gratë dhe nuk do të mbetet asnjë mjet për mbrojtjen e Medinës. Prandaj ata propozuan që një delegacion i sahabëve më të mëdhenj të shkonte te Hazrat Abu Bekri dhe t'i kërkonte që ai ta ndalonte përkohësisht këtë ushtri derisa të shuhej rebelimi. Kështu Hazrat Omeri dhe sahabët të tjerë të mëdhenj shkuan tek ai dhe ja paraqitën këtë kërkesë, që ushtria të ndalej deri në shuarjen e rebelimit. Kur Hazrat Abu Bekri dëgjoi këtë, ai shumë i zemëruar u tha: "A doni që pas vdekjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, puna e parë që të bëje i biri e Abu Kahafas, do të thënë vetë Abu Bekri, të jetë ndalimi i asaj ushtrie që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar të nisej?" Pastaj tha: "Betohem në Allah se edhe nëse ushtria e armikut futet në Medinë dhe qend tërheqin trupat e grave muslimane rrugëve, unë prap nuk do ta ndal këtë ushtri të cilën i dërguari i Allahut ka vendosur ta dërgojë." Hazrat Abu Bekri pati këtë guxim dhe trimëri pikërisht sepse Allahu ka thënë: "Muhammedur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar." Muhamedi, pra i dërguari i Allahut, si dhe ata që janë me të, janë të ashpër ndaj mohuesve.
Ashtu si një tel i zakonshëm po të lidhet me rrymen elektrike, fiton një forcë të madhe, po kështu, në sajt e lidhjes me Muhamedin, të dërguarin e Allahut, edhe pasuesit e tij u bën të denjë për fjalët ashiddau alal kuffar. Edhe Hazrat Mesih Premtull Islam në lidhje me nisjen e ushtrisë së Usamas në veprën e tij të çmuar Sirul Khilafa, thot Ibn Athiri ka shkruar në librin e tij të historisë, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë dhe lajmi i vdekjes së tij arriti në Mekë, dhe te guvernatori i saj Atab bin Esidi, Atabi u fsheh dhe Meka u drodh dhe banorët e saj ishin gati të bëheshin renegat. Mëtej ai ka shkruar se arabët u bën renegat, pra apostat. Nga çdo fis, si njerëzit e thjesht ashtu edhe paria u bën renegat. Hipokrizia doli hapur dhe hebrejt e të krishterët filluan të ngrejnë kokat e tyre dhe të shikonin situatën, domethënë po vlojtonin se tani që muslimanët janë dobësuar mund t'i sulmojnë. Ndërsa muslimanët, për shkak të vdekjes së profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, si dhe për shkak të paksisë së tyre dhe shumicës së armikut, ishin por si delet dhe dhit në një natë shiu. Pra siç delet në këtë situatë janë të largura, të paafta për të lëvizur, kështu ishin muslimanët. Në këtë gjendje, njerëzit thanë Ebu Bekrit se kundërshtarët vetëm ushtrinë e Usamës e konsiderojnë si ushtrinë muslimanëve, siç po e shihni, arabët janë ngritur kundër nesh. Prandaj nuk është e përshtatshme që ju ta ndani prej vetes këtë grup të muslimanëve. Për këtë Hazrat Ebu Bekri tha: betohem në atë dorë, betohem në atë, në dorën e të cilit është jeta ime, se edhe nëse jam i sigurt se e gërsirat do të më të coptojnë, unë prap do të dërgoj ushtrinë e Usamës sipas urdhrit të profetit. Vendimin që ka dhënë i dërguari i Allahut, unë nuk mund ta shfuqizoj. Me pak fjalë, ai e mbajti dhe e zbatoi urdhrin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, urdhrin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç duhej. Ai urdhëroi që sahabët që ishin pjesë e ushtrisë së Usamës të ktheheshin përsëri në ushtri. Ai tha: çdo njeri që më parë ishte pjesë e ushtrisë së Usamës dhe që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte urdhëruar të ishte pjesë e saj, asesi nuk duhet të mbetet mbrapa. Unë nuk do t'i jap leje askujt të mbetet pas, tha Hazrat Abu Bekri. Qoftë edhe nëse duhet të shkojë në këmbë, ai patjetër do të shkojë. Kështu asnjë nga ata nuk mbeti pas. Të gjithë u nisën. Për sa i përket dërgimit të kësaj ushtrie nga Hazrat Abu Bekri, është shkruar se kur sipas urdhrit të tij ushtria e Usamës u grumbullua në Gjurf, Hazrat Abu Bekri vetë shkoi atje. Ai pasi mbriti e kontrolloi ushtrinë dhe e organizoi. Përmendi gjithashtu që në këtë moment Hazrat Abu Bekri i tha Hazrat Usamës: nëse e sheh të përshtatshme, lëre Hazrat Omerin të qëndrojë me mua për të më ndihmuar në punët e mia, sepse Hazrat Omeri ishte pjesë e kësaj ushtrie. Hazrat Usama dha leje për këtë. Pas kësaj ngjarje, sa herë që Hazrat Omeri takonte Hazrat Usaman, madje edhe pasi u zgjodh kalif, e përshëndeste duke i thënë: "Assalamu alejka o emir." Dhe Usama i përgjigje: "Ghafarallahu lakum", do të thënë Allahu ju fal. Hazrat Abu Bekri bashkë me udhëzimet e veta i tha Hazrat Usamës edhe këtë. Tha: "Gjithçka që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam të ka urdhëruar të bësh, bëje. Në zbatimin e urdhrave të dërguarit të Allahut mos trego asnjë lloj neglizhence." Detajet e kësaj lufte ju a kam treguar më parë, prandaj po i lë mënjan. Kjo ushtri, ashtu siç kishte parashikuar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, u kthye e suksesshme. Armiku ose u vra ose u bë rob. Në këtë luftë asnjë musliman nuk pësoi humbje jete. Sipas disa transmetimeve, kjo ushtri u kthye në Medinë pas 40 deri në 70 ditësh qëndrimi jashtë. Dashuria e Hazrat Abu Bekrit për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte e tillë që për flamurin e Usamas, të cilit i dërguari i Allahut ja kishte lidhur me dorën e tij nyjen, Hazrat Abu Bekri tha:
Si mund të ndodh që i biri i Ebu Kahafas t'ia zgjidh nyjen e tij flamurit, të cilit i dërguari i Allahut ja ka lidhur vetëm me dorën e tij. Prandaj pas kthimit të ushtrisë së Usamas, nyja e atij flamuri nuk u zgjidh dhe ai flamur më pas mbeti në shtëpinë e Hazrat Usamas deri në vdekjen e tij. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Këtu përfundoi përshkrimi i betejave të profetit sallallahu alaihi wasallam. Në të ardhmen inshallah do të shqyrtoj disa aspekte të tjera të jetës së tij. Në këtë moment dua të përmend dy të ndjerë dhe më pas inshallah do të fal edhe gjenazen për ta. I nderuari Azizur Rahman Khalid sahibi ndroi jetë këto ditë në moshën 89 vjeçare në Shaba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gjyshi i tij nga nëna ishte Hazrat Mia Rangali sahibi radhiyallahu anhu, që ishte sahab i Mesiut të premtuar alayhis salam. Rasti i pranimit të Azizur Rahman Khalid sahibi në xhamia, pra në fakultetin e xhamatit, ishte si vion. Ai rëfen se kur ishte në klasën e 7, një ditë gjatë mbledhjes së mëngjesit në Talimul Islam High School, erdhi Hazrat Maulana Qadi Muhammad Nadhiri dhe mbajti një ligjërat për nevojën dhe rëndësinë e dedikimit të jetës. Kjo ligjërat pati ndikim të madh tek shumë nxënës. Pas përfundimit të saj, në zemrën e të ndjerit u zgjua dëshira për të dedikuar jetën dhe ai shkoi drejt në xhamia. Pas një interviste të shkurtër në vitin 1960 e pranuan dhe në vitin 1969 ai u diplomua si shahid nga xhamia. Pas diplomimit gjatë viteve të studimit, kishte ndodhur edhe një aksident me tren në të cilin pësoi shumë plagë dhe për shkak të tij humbi 2 vite të studimeve, duke e zgjatur periudhën e xhamias në 9 vjet. Por ai nuk u dorëzua dhe i mbijetoi këtij aksidenti. Ai thoshte se ishte fal lutjeve të Hazrat Kalifit të tretë që i shpëtoi jeta. Pas emërimit si misionar, ai shërbeu jashtë vendit në Sierra Leone, Nigeri, Gan, Tanzani dhe Zanzibar. Në Pakistan shërbeu si misionar në vende të ndryshme pas kthimit të caktuar në Tehrik Jadid në vakalet e Ishaat në Rabwa. Një nga niprit e tij, Hamza Ubaidullah, që gjithashtu është misionar, thot, Azizur Rahman sahibi tregonte shpesh se në Afrikë kishte periudha kur ziente orizin dhe i hidhte pak krip dhe hante, sepse nuk kishte gjell ose ushqim tjetër. Madje kishte ditë ku as oriz i zier nuk gjende dhe detyrohej të rinte pa ngrënë për ditë të tëra. Këto ishin sakrificat e misionarëve të parë, të cilët misionarët e sotëm duhet i kenë parasysh. Djali i tij Anisur Rahman Enesi thot se babai i tij nuk e linte kur ushqimin të hidhej. Në ditët e gjelsës, shpesh herë në vend që të merrte ushqimin nga shprendarja, ai mblidhte copat e bukës së mbetura mbi tavolina dhe i hante, duke thënë, nëse Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam ka ngrënë thërrimat e bukës, pse mos t'i ham edhe ne? Qysh në rini ishte namazli i rregullt i tahajjudit, ishte i sjellshëm, i dashur, i mëshirshëm, i ndershëm, punëtor dhe besnik. Kishte lidhje të thellë me kalifatin, kishte bërë dhe vasiat. Edhe kur kam qenë në Gan, ai ishte me mua, ai punoi me besnikëri, thjeshtësi dhe përkushtim të jashtëzakonshëm. Punoi pa egoizëm. La pas 2 djem e 3 vajza, si edhe shumë një përembese, Allahu e falte, mëshirov dhe ngrit në grada. I nderuari, pra i ndjeri tjetër është Edi Humaidi sahib nga Indonezia. Pas kryerjes së umras më 22 nëntor, u sëmur papritur dhe i pasoi në moshën 77 vjeçare ndroi jetë në Medinë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Familja e tij hyri në xhamat në rreth viteve 1930, kur daja i tij Muhammad Rauf sahibi bëri beat përmes Hazrat Maulana Rahmat Ali sahibi. Pas tij edhe gjyshi dhe nëna e të ndjerit bën beat. Dhëndri i të ndjerit
Besuki Ahmed Sahibi, që është misionari i xhamatit, thotë se Edi Humaidi Sahibi kishte dëshirë të fortë për të bërë tabligh ditë e natë dhe gjithmonë shprehte dëshirën që të jepte jetën në rrugën e tabligës. Sa herë që takoheshin, tema e tij kryesore ishte tabliga dhe mënyra e tij e predikimit ishte frymëzuese për shumë misionar. Edhe vajzat e tij shkruajnë: para ezanit shkonte në xhami dhe kalonte kohët në dhikr. Çdo ditë e lexonte Kur'anin e shenjtë me përkthim dhe me tefsir dhe nënvizonte ajetet e nevojshme për tabligh. Kur nuk e linte namazin e tahajjudit. Edhe në moshën 76 vjeçare udhëtonte me motor për të bërë tabligh. U thoshte fëmijëve: mos kurseni në sakrificat financiare. Ky është detyrimi ndaj Allahut. Mundohuni të sakrifikoni sa më shumë dhe kur mos prekni asnjë qindar nga pasuria e xhamatit, sepse për të do të jepni llogari. Udhëheqësi i grupit gjatë umras thotë se gjatë gjithë kohës së umras ai thoshte: kur të kthehem do të bëj tabligh dhe do t'u tregoj njerëzve se antarët e xhamatit Ahmedia kryejnë haxh në Mekë. Kur smur, mjeku që e mjekoi tha: Allahu është kënaqur me veprat e tij të mira, prandaj i dha nder që të varrose në Xhenetul Baqi, pra në varrezën Xhenetul Baqi. Ai ndroi jetë atje dhe edhe varrimi i tij u bë në varrezën Xhenetul Baqi. Tani këtu në Pakistan, ahmedianëve nuk u lejohet të varrosin njerëzit e tyre në varrezat e muslimanëve të tjerë. Madje u thon: mos u afroni varreve tona. Por Allahu e nderoi këtë njeri duke e bërë që të varrose në Xhenetul Baqi. Ti nxjerrin tani eshtrat e tij prej andej. Ku e kanë fuqinë? Këta hoxhallar do të arrijnë shpejt fundin e tyre inshallah. Sekretari i tabligës së Indonezisë, Banaun Verdi Sahibi, thotë: i ndjeri ishte një thirrës i suksesshëm dhe shumë entuziast, i cili e kishte bërë pjesë të jetës së tij parimin asnjë ditë pa tabligh. Kishte një motor të vjetër dhe me të udhëtonte në përfshatra të largëta. Shkonte edhe në zona ku kishte kundërshtime ndaj xhamatit. Dhe si rezultat i tabligës së tij, qindra njerëz e pranuan xhamatin dhe bën bejat. Gjithashtu, ai kishte dashuri të jashtëzakonshme për kalifatin. Me bekimin e Allahut kishte bërë edhe vasiat. La pas 4 vajza dhe 10 nipër. Dhe siç ju thash më herët, njëri nga dhëndurët e tij është misionar. Allahu e falt, e mëshiroft dhe e lartësoft në grada. खिलाफत से कहते हैं बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, मोहब्बत थी, यार था, अल्लाह के फज़ल से मूसी थे। उस्मान खान में 4 बेटियां और 10 नवासे शामिल हैं। जैसे बताया इनके एक बेटे मुरब्बी भी हैं, दामाद मुरब्बी हैं। अल्लाह ताला मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, दर्जात बुलंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.